Në stallat të fermave po flan kosovarët që po vazhdojnë të ikin nga Kosova. Si të tmerrshme e përshkruan gjendjen e tyre televizioni France 3 në një kamp të improvizuar që gjendet në Mulhouse, qytet në kufi me Zvicrën. Ata po detyrohen të flanë kosovendësh për afro një muaj, ndërkaq gjendja është emergjente, thuhet në këtë reportazh të televizionit francez. Afër 150 njerëz thërrasin çdo ditë numrin e emergjencës për të kërkuar ndihmë për gjendjen e tyre. Azilkërkuesit nga Kosova janë të detyruar të ushqehen vetë dhe të gjejnë strehim sikur në këtë fermë apo stacione trenash e autobusësh, pasi nuk është e mundur të vendosen të gjithë në shtëpitë e azilkërkuesve për shkak të numrit të madh të tyre. On avait tout chez nous, nos maisons et Arsyeja që kemi ardhur këtu është sepse kishim nevojë për ndihmë për shkak të situatës në të cilën gjendeshim dhe jemi obliguar me i lënë të gjitha dhe me braktis vendin ton. Për këtë duhet ta durojmë edhe situatën në të cilën gjendemi tash sepse s'ka kthim mbrapa. Disa organizata janë duke u munduar të dalin në ndihmë, por problemi qëndron te qeveria, thot France 3, sepse ata janë këmbgulës për të mos u dhënë azil. Au moins un hébergement de nuit, juste pour pouvoir dormir comme les autres êtres humains. Kam shpresa të mëdha në këto shoqata që do të mund të na ndihmojnë që të gjejmë një vend për tu strehuar. Ndërkohë nga Prishtina vazhdojnë çdo natë në orën 21 të nisen 10 autobus që përmes Serbisë pastaj ikin në vendet evropiane. Të njëjtën në mbrëmje janë nisur më shumë se 10 prej tyre dhe siç shihet në këto video të dërguara për aq koha, tollovia ka qenë e madhe. Jemi detyruar ta thërrasim policinë që të mbajë rand për shkak se udhëtarët kanë dashur që të gjithë të hipnin në autobus. Biletat janë shitur deri për ditën e diel të kësaj jave dhe nuk ka asnjë vend të lirë deri javën e ardhshme, ka thënë një punëtor i stacionit të autobusëve në Prishtinë në kushte anonimiteti. Policia kufitare e Serbisë të premten ka arrestuar 18 kosovarë të cilët po tentonin ilegalisht të kalonin kufirin nga Subotica në Hungari. Sipas mediave serbe, në këtë rast janë arrestuar edhe 4 persona nga Subotica dhe Prizreni për kontraband me qenie njerëzore. Rreth 70% e të rinjve në Kosovë janë të papunë, kurse 500.000 qytetarë llogaritet se jetojnë me vetëm 1.72 euro në ditë.